Qytetarët të Skënderajt bashkëvendas të mi, ashtu si ju kërkoni që të pina kafe, që të rrina, unë jam mirë njës. Jo që ju kursej, apo jo që nuk keni ju të ma paguni një kafe, se na nuk e këshyëm, na dërni cak të kem tradit, që lit mujna ashtina ndorën gjep për para. Por sot në komunën e Skënderajt është shtirë që të hangësh buksh dikon shlirë, apo të pish diçka. Une edhe për mesoj video publikisht i baj apel bashkëvendasve të mi që të kanë kujdes, truhen se ku po hojnë e ku po pinë. Këta din me vro edhe mënyra kimike. Këta kanë vro njerëz në mënyrë kimike. Kanë mec njerëzit për një javë ditë, por këtu të na edhe kjo organizata terroriste, kriminele, EULEX, vritet njëri pe i plumi dhe EULEX i del thët ka dik pe e gjili. Këtu të na automatik me të vro dikush, kanë me dol, kanë me thonë, jo vro dik pe e gjili. E kështu që përgjësi nuk po jap kërkush, e une nuk po dum ju rezervu, nuk po më dhimni për i kafe, por ju e dini fort mirë se une vetëm për veti, ma shumë, edhe për familje time personale, e kam hapur lokalin dhe e mbaj restorantin, që nuk kam besim as të ha, as të pi, që sidomos atu ku janë kafenet e tyne, kafiqat e këtyne që e dini jo që ka menojnë për ta. E koha do të tregon, por është një tranzicion shumë i rrezikshëm aktualisht. Është një tranzicion të ku edhe policia po ma qojnë mollin drënicak të mi, si kur në kohën e Adem Jasharit, kur nuk guxojshin me i folë Adem Jasharit, një 80% e drënicakve. O rujshin, jo se dëshin, po tutshin për regjimit Miloševićit. I njëjti regjim kriminal është sot instalu në Skënderaj, ku njerëzit rri, ha, pi, knoqna, tinza, po nuk guxojnë me u kundërvy regjimit kriminal aktual. Prandaj, na dohet guxim, na dohet forcë, na dohet mbështetje ndaj njëri tjetrit, që ta vrasëm tutën. Në momentin që e kem vrarë tutën, na do të përparojmë dhe të ecëm përpara. Janë një 4-5 restorante këtu në Skënderaj, ju e dini kush janë ata. S'kam nevojën me ju thonë. Ato 99% kur hani, kur pini lirish ka banë testin, se ato bëhen të krim, ato bëhen të terror. E ju e dini për kanë e kam fjallën. E mos shini kusur, apo mos ma shini për të move, në rast se unë zgjedhi vetëm lokalin tem, vetëm restorantin tem. Në restorant amerikan ka përgjithësi edhe ka obligime, ka higjen edhe ka rregull. Ku veç unë jam klient ato. Mas po këtë unë jam pronar ato. E kështu që ndashit me një vetën mirë, me ko rahat, me pi kofën qetë, nuk ju vetë kush a keni para, s'keni. Keni para me pagu, pagune. S'keni para me pagu, i thu s'kam edhe ecë. Por, vrone tutën, të bohën bashk, të ecëm për para, se drënica jonë mo nuk duran. Këta liesi jenë bo të lashëm, po jenë bo të gërditshëm. Edhe me i po jenë bo gërditshëm, jenë rjepe, jenë gërbove, jenë plake. E kështu që edhe në zgjedhjet e qershorit i baj apel qytetarëve të Skënderajt, të Drenicës, gjithë Kosovës, gjithë Shqiptarisë, atje ku kanë drejt vote, që zgjedhni këta djemë të ri, mos e këqyrni cilën parti është. Po zgjedhni këta djemë të ri, a është në DD, a në PDK, a në LDK, a në AK, ku të qoftë, veç a është fytyre re dhe për herë të parë. Këta gërnoqat, këta plakat, falni shprehje, këtu faqezezat, këta faqezit, që 25 vjetë, që ngojnë, her dalin fotografi me vllazën Kadri Veselit, her dalin fotografi me vllazën Hashim Thaçit, her me familjet të Ibrahim Rrugovës. Qëre, une nuk du fort me hi fell politik, po gjalli Ibrahim Rrugovës, qaj që kë hajni, që kë krimineli, uka, kjo është listën e zesë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Plesë të nuk kanë thokat, pe Skenderit del Beteri, pe Beteri del Skeneri.
Une, me gjithë respektin për presidentin historik Ibrahim Rugova, o kërgova o kriminal dhe është listën e zezë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj, i losë qytetarët që ta zgjedhin më të mirin ato në parti. Ikni pe liderve. Pe liderve komunist, ik largonu se nuk ka kur gjë. Këta janë mashtrues, të gjithë janë mashtrues. Janë kriminal, janë hajdut, por zgjidhni figura të reja, zgjidhni djem që këse këta janë shkollun. Edhe ikni këtyne zagorve, këtyne që ka lehen mas këtyne bonda kriminele, edhe këtyne ikni. Dhe me thonë, e keni mundësin që bashkarisht të zgjedhëm njerëz tonë, cilë na konvenojnë neve, dhe të dhomë fund kloneve kriminele, terroriste, të cilat po terrorizojnë qytetarët e Republikës Kosovës dhe Drenicën. Mas keq është Drenica, Dugagjini edhe Llapa Gallap. Këtu janë aja klopa kriminele, terroriste që terrorizojnë Kosovën, kurse këta tjertë bojnë dome, po këta janë shërbim, prapë shërbim tyne janë. Drenica, Dugagjini edhe Llapi e Gollaki, këta janë ndorën e kriminelve. Janë tuke udheq ndorën e kriminelve, të hajdutve, ku as gjykata s'ka që e ban, as prokuroria, po për fat mirë, po vinë dhe djemë tri, dhe prokurore, gjykatse, police, si nuk po ninë mo, s'pjo interesa, aje ti komandant Remi, ati komandant Proçka, komandant aj, koha është që ne tecëm për para, Kosova i ka gjitha resurset, e po që ka na bune Evropë, më falë një shprej Evropë prestituta, na qiti neve si shtetin më të varfnin në Evropën, Balkane. Jo e dini, s'kam që thamë, vetëm me hinë kufi, hinë për Macedonijë në Kosovë, thu ti e hinë Amerikë, hinë për Shqipnijë në Kosovë, thu ti e hinë Amerikë, hinë për Serbijë në Kosovë, sikur me hinë Amerikë. Kështu që mos dyshoni, as mos hezitoni në ta njerëz cilë janë adhetar, e kanë genetik. Këta, këtyne runjo. Këtyne 2 dekada, këta janë të rrezikshëm. Edhe ma të rrezikshëm se vetë vendosje janë këta. Dhe edhe me qenë se unë nuk i përkas, as i partije, po këta edhe vetë vendosjen e kalojnë. Këta me njerë hinë listën, me listën sërbën koalicione, këta gjithë shka bujnë, vetëm me arrit qëllimit edhe me orën pushtet. Zgjidhni ju lutna për hir të fëmijëve tonë, për hir të familjeve tona, të varfna, ju los, zgjidhni legjislacionin e ri, zgjidhni deputet e ri, parshëm, mos paragjykoni parti, mos paragjykoni lider, injoroni lider, se lideri është interzio rëndës o mashtrus, edhe për atë arsyeja e ka ardhur bo lider. Kështu që kthejmë te higjiena, prapë po kthejmë te higjiena, prapë po kthejmë te ekonomia. Unë e los dëni caktë e mi që kuhen cilën e kalojnë na për do restoran të kujdes. Kujdes se ini të helmun. Rëni gati ka pak, banë nëj kontrol, banë nëj laborator, vizitër nëj laborator, se këta deri tash na kanë liftu edhe fizikisht, po edhe mënyra tjera. Tash mujnë me navro mënyrën ma kriminele, mënyrën kimike, se janë vllazën, shok dhe familjar të terroristit Aleksandr Çepataj, Milan Radojčić, e Milan Radojčić është i lidhur me Volinin. Volini është i lidhur me Rusin, kështu se çdo gjë që i duhet për mi shkatru dikan, këta e kanë. Une jam edhe fizikisht i mbrojnë afert, po une nuk ha gjithkon, as nuk pi gjithkon, edhe gjithë shka që ka ha e pi është naturale. Nuk e tham këto që hajtë këtë, por unë i thonë zdi so emna, ja këmë thonë edhe publikit zdi so emna i thonë cilë kanë vdekur mrena 3 dita apo mrena jave. Veç jenë shtërngu jero zemra, edhe kanë ecë. Por të njëjtit e kanë pos pasunin e këtyne, jenë ko vetëm emnin e kanë pos para këtyne që e kanë pasunin. Dhe me thonë, jenë mshef, këta të rrezikshmit, jenë mshef mas tyne. Kër e kanë pos i po dojnë, mund ngrit ata më rrit, e kanë eliminu kret. E ko shumë tjerë që ka janë në rënë, këtu
Skënderaj po flas, po kujdes ku po frekuentoni. Mos pini pije në tavolin pa javqel vet ato. Edhe nëse javqel mos e pini. Këthenja. Gjerave të ftëfta runjo. Në Skënderaj runjo gjerave të ftëfta. Kafe këtu, kujdes ku po heni, se atu ku frekuentohen nga këta ajo ven kriminal. Dhe me thonë, e merrin qo fëmijët e ju, familjet e juve, edhe kini me dal dikur, kini milion fajtur vetë vetën, se se dini as ka ju ka orë. Çdo për kujdesje, është e mirë. Këta, shiqeni, këta janë një farë mënyre, këta me një farë mënyre një edhe, a ke po të saret, as kanë familje, as kanë djenje, as vetë si pare në shuhin. Këta janë një farë lej dhëmpiri janë të elu. Qka ju thamë une kum po diqka. Kum një diqka, edhe kam dokument diqka. Nuk ja fos katë. Se me dojnë me thotë dikujna kriminele mos me pas fakte, kena gjykot, kena prokurori, kena polici. Dhe me thotë dënosh, ku që mos të dënosh, me një faktur dënosh, me një gjob. Por, une veç që kaq e kum hop fejsin. Por, në tarmen, ta shohëm se nëse nuk largohen kështu vullnetarisht, une do të mja hop fejsin edhe me kalzu, kush janë këta si mi po të qytetarët, tani le ta shohin edhe institucionet, edhe jakta ja institucionet, mos kina çka bojnë.